Alidemi, qëndra, zonat elitare Tiranës. Po, brenda Unazës. Dhe qëse sot për shembull e zem ke Sadiumi Arena, ke zona kadastrale 81, 81, 60, 81, 90. Sot neve i kemi zonat qëndra, që është ke bulevardi. Qëse kemi apartamentet e reja, që janë ndëtimet cilësore. Po? Në qëfëse sot e është shitur me 3.500, 4.000 euro metri. Sa do të shitën 2026? Në 2000, së përflasë vetëm në 2026. Në vazhdim. Nga 2025 dhe në 2030. Po, sa do të shitën? Unë e japë që të shkë 7.000-8.000 euro metri. Në atë zonë? Në zonat elitare të qëndës Tiranës. Pra, s'do ketë Se ullje. është ka që vogël e nuk e ku të... Po në periferi, mesatarisht është 1.500, sa do të shkojë? Periferia, ja vetëm një sekundë. Do bëj një krahasim që edhe publiku na të informohet me ma ish mundësi financiare sa do të bëj një apartament, një qift i ri për banim për shumë. I ka zonat Shkoz, Paskuqan, Ysberisht, zonat periferike të Tiranës që sot edhe ato kanë avancuar, janë rritur se ka qenë me 980, ka qenë me 750 me të 4 orë para 2 vjetëve. Deri sa do shkoj aty, maksimalisht? Ajo do ketë vetëm një rritje 10-15% maksimalja. Do më thënë 1800 deri në... Sepse, unë e për diferencën, më falë, të përfundoj dhe këtë. Periferit e kryeqytetit të Shqipërisë të Tiranës kanë arritur çmimet njësoj si që janë në vëndet e rajonet dhe Ballkanit. Nuk kanë ku të shkë më lajtë. Elitarët, zonat kadastrale në qendrën e Tiranës do kenë rritur. E kupton pra diferenca që po del do ketë një diferencim thonjë za klasash pra, që edhe gjithë sidomos kërkesa e re, jo po pra, nuk po bëj vlerësim moral, mirë keq, po them do jetë diferencim faktik në thonjë za klasash që të gjithë çiftet e reja përgjithsisht apo ata që duan të blejnë shtëpi dhe që kanë pak, pra çiftet e reja që nuk kanë të ardhura do të shkojnë në periferi. Ata çiftet do të shtëpi fare po burr. O do të kenë do marrin kreditë fare mos ekziston. Asnjë shans i vjen. Ato janë përgatitur drejt. Ja me një pag në punësi, në një administrat. Ato dhe sot nuk përballojnë dot edhe kredi marrje. Ata që janë administrat. Nuk po flasim për rrugën aty, nuk po flasim për ata që punojnë jashtë. Pra, orientimi do jetë që do shkojnë drejt periferive, sepse edhe rritja aty do jetë me vogël, pra do shkojnë nga 1400, do shkojnë në 1700. Kush do ta përcaktoj vlerën e tregut të pronës, se ky ka qenë një paqartësi shumë e madhe. Kush? Kush e ka përcaktuar deri tani dhe si duhet përcaktuar? Kombinim faktorësh, ë? Janë disa faktorë. Ta përmbledhim, sot e përcakton ligji 130... Leku e përcakton sot. Jo, pra jo, si të folim ligjërisht. Ka një ligj, ka një VKM 132 të 2018 për metodologjinë e taksimit të pronës. Në 32 zonat kadastrale të Tiranës, ka pas çmime të caktuara, vjetë ndryshoi për Tiranën, vetëm për Tiranën ja rritur çmimet nga 5 dhe 75% të taksimit me çmimet e referencës. Në qoftë se i referohemi këtyre çmimeve që zonja po thotë dhe zotëria, atëhere po ankohemi kot nga qeveria për taksat larta, sepse meritojnë të taksohen më shumë. Sepse në zonat e dyta po thonë. E dim diferencën? Jo, po nuk e di, sepse... Çmimi referencës ma te që blet, po e dim diferencën, pra çmimi referencës që ke që deklaron të noteri... Për të qëllim bëhe dhe ky draft ligji për i vlerësimit. Ta afroj çmimet kadastrale me realitetin. Dhe t'jap transparencë, shiko, vetëm për faktor, po jo për faktorët nuk janë referenca në radhë para radhë, parë janë ato që thot me të drejtë Nela që kanë të bëjnë me atë kush e ndikon kërkesë ofertën? E ndikon pikërisht pjesa e asaj çfarë ka prurjen, do më të kërkohet, nuk është se tregu nuk ka kërkesë. Ai po do për çmime, apo do për referencën. Çmimi tjetër gjë, referenca tjetër gjë. Referenca jo referencat janë të 2018-s, më shkurt fare. Ka ndryshuar, jo referencat ndryshojnë her pas here. Por 61 bashkitë e Shqipërisë pat në VKM tjetër dhe janë rritur. Edhe Tirana e kishte vetë. Edhe Tirana ka edhe Durrësi. Referencat e reja janë almiratuar me 31 korrik të 2023-shit, ku unë kam dalë në gusht në një media dhe kryeministri i vendit tha në shtator do fillojë rivlerësimi dhe të gjithë ke neve firun gati për me bërë kontrata e shitjes së rjonit, në një kohë që unë kam dalë dhe nuk ka se si të dalin në një fletore zyrtare dhe të dilte rivlerësimi për 2 muaj, pa u bërë rivlerësimi për gjithë Shqipërinë. Se vetëm 8% vetëm për Tiranën. Sot kemi një metodologji të përcaktuar. Ja, më falë. Metodologjia është tjetër gjë dhe referencat për shtatë metodologjisë. Po konfundojmë publikun. Jo e ke drejt, ka metodologji, po ajo përcakton vetëm shinat se si duhet të ndërtohen referencat. Por nga ana tjetër, ajo çfarë diskutojmë, duhet të sakta më janë ndryshuar. Duhet këtë referenca... Jo, më duket se është përcaktuar vetëm taksimi i bashkive.
ajo pra është, po nuk ka tjetër Jo më. tatimi në shtet. Po jo tatimi në shtet, po këtë pra po themi, nuk tatimi jo 15%. Kjo është taks vendore njëre. Taksa vendore është tjetër. Po kjo është për tani, se referenca për taksën vendore bëhet, nuk bëhet për tjetër gjë. Jo, taksat vendore janë asgjë, se taksat vendore janë 0.1. Atëre, taksa... Po flasim për 15 që. Po 15 taksa e pasurisë është taks vendore. Dhe taksa vendore bazohet mbi referenca. Dhe referencat në vetvete, edhe pse janë pjesë tashmë e përditshmërisë tonë, nuk duhet të ekzistonin nëse do kishim një treg të lirë dhe i tillë që do përcaktonte vetë çmimet e tij. Pra, në momentin në të njëjtën zonë se edhe unë mund ta kem në blok. Në të njëjtën zonë ka dy çmime. Shtëpia ime është 60 vjeçare, shtëpia e tjetrit është 60 vjeçare. Po me referencat ka prap disa kritere që të përjashtojnë, nuk e paguan me 70%. Tani ka filluar 2 ditë ka. Bën diferencë. Tani pra, më fal që ta ka edhe me i tre nuk do të bëni fond vlerësim. E bën se fut amortizimin, pa dyshim. pra amortizimi tani është figur. Po, Erion, mund të qartësohemi pas para 90-të paguan 70% më pak se kjo e reja. Ka që është fare të shka dhe këtu çmime. Po mos ta komplikojmë. Në qoftë 70 vjeçare. Më fal. Para vitit 2, në qoftë se është ndërtuar para vitit 90. Ty jap një gjë konkrete që ti më të qartë edhe për publikun, sepse nga që flasim me terma jo taksa, jo rivlerësimi, sadopak qytetarët nuk rivlerësimi është ozon, rivlerësimi është i gjë tjetër, tash mos i përzim gjë tjetër. Taksa pasurisë është i gjë tjetër. Pra për çfarë do flasim? Për rivlerësimin apo taksën e pasurisë? Që është konkrete tani që do filloj tani. Nuk fillon tani. Po fillon më në janar tani. Vlerësimi që të njihen nga 50% që është atim fitimi, në 5%. Do bëhen në 5%. Po mirë, nuk ju duket shumë. Sa është sot? Doja ta bazoj. Sot është 15. 50%. Atëre çfarë është ky 15%? 15% tatimi që paguan shtetë për shitje. Është 15% që aplikohet mbi atë çfarë ti do shesësh në momentin është transakcioni me atë çfarë ke, nga atë çfarë ke blerë Po rivlerësimi ta ul transaksionin nga 15. Rivlerësimi është tjetër, transaksioni është tjetër, taksa ndërtesës është tjetër. Mos i konfuzojmë tash Taksa ndërtesës është e treta. Po jo, po flasim për taksën e ndërtesës. Taksa ndërtesës dhe pasurisë. Akoma nuk e di njeri se çfarë do sqarojmë apo do po jo më e di, po shikoj minutën. Ja sqaroj këtë. Taksa punën e rivlerësimit sa përket pasurisë palujshme. Rivlerësimi 15% për mua ka qenë taks shumë e lartë dhe vazhdon të jetë lartë derisa të fillojë janari. 5% është shumë. Edhe 5% nuk duhet ishte. Po pse e kanë pranuar 5%? Dhe prap, megjithëse do zbatohet nga janari për vitin 2026, për mendimin tim është bërë një gabim shumë i madh nga grupi i Ministrisë Financave. Pse çka gabimi? Ja pejta ta them, shtëpia e parë e banimit që është privatizuar nga Domare Komunale Valnesa nga endi para viteve 90, nuk mund të jetë një taksë e barabartë me atë që është një apartament të ri. Edhe ligji ta ka përcaktuar që ka është me çmim tjetër 70% dhe ky. Tash ne duhet të sqarojmë qytetarët. Zoj, shpjegojmë vetëm me ligj, me ligj. Ti duhet kesh ligjin përpara dhe ne, të lutem. Unë kam ligjin, e kam ta mbaroj një pastaj. Ai të 8 vjet merret amortizimi i një apartamenti që është privatizuar para viteve 90. Por në qoftë se ai do ta shesi me referencë për metër katror. Në qoftë se ai shtëpinë ka bler pak lek sepse ka marrë nga shteti, e ka privatizuar 1 milion lek të vjetra. Ai duhet të bëjë informalitetin ke kontrata që të blerës ke noteri që të më janoj taksimin 50% ose 5%. Po taksimin 15% nuk e me jano asnjëherë, edhe ta shesë 100 lekë dhe 100.000 lekë. Në transaksionet e rivlerësimin me jano. Po rivlerësimin bëjë me ke 5%, kush do me shit le ta boj, po s'deshe me shit mos e bëj, është fare e thjeshtë, nuk ke detyrim për të bërë. Jo, nuk është detyrim, jo. Nuk është detyrim pra. Është masë e përkohshme. Më lejo të ta përfundoj, nuk duhet të taksohet një apartament që ato e kanë shtëpi të parë banimi, e kanë shumë vite që kanë banuar. Po të krahasosh dhe me vendet e rajonit dhe të Ballkanit, njësoj me një apartament të dytë të investuar. Ti referojmë, nuk ka në legjislacionin shqiptar dhe në KM, nuk ka përcaktime shtëpi të parë, shtëpi të dytë, shtëpi të tretë. Ka mos e nuk shpikën këto. Të sqarojmë një gjë një herë. Është e lartë. Një sekond. Të sqarojmë një herë. Të njëjtën në mas